Kërkesat e përsëritura për blerjen e materialeve shkollore në kopshtet publike të Tiranës dhe Kamzës kanë ngjallur shqetësim mes prindërve, të cilët i konsiderojnë të pajustifikuara dhe abuzive. Sipas denoncimeve të bëra, prindërve u kërkohet të blejnë libra, fletore, materiale didaktike dhe sende të tjera që, sipas tyre, duhet të sigurohen nga institucionet. Një rast konkret është ai i kopshtit numër 4 Bletëzat në Kamës, ku prindërit kanë marrë lista të gjata me artikuj si pakofletësh A4, gërshër, gjitës, lapsa dhe mjete të tjera për çdo fëmijë. Këto kërkesa konsiderohen të tepërta dhe kanë ngritur dyshime mbi mënyrën e përdorimit të fondeve publike në drejtimin e Zhaneta Beqirit, e cila prej vitesh mban postin e drejtoreshës së qerdheve dhe kopshteve në Bashkinë e Tiranës. Prindërit shprehen të pakënaqur edhe nga fakti që në fund të vitit asnjë prej këtyre materialeve nuk u kthehet, ndërsa vit pas viti lista përsëritet. Ata e shohin këtë si një barë financiare të panevojshme, sidomos kur bëhet fjalë për institucione publike ku duhet të garantoheshin të paktën nevojat bazë për fëmijët. Këto praktika kanë sjellë indinjat dhe thirrje për ndërhyrje institucionale, duke ngritur pikpyetje serioze mbi transparencën dhe menaxhimin e buxheteve. Ndërkohë, kujtohet se të gjithë drejtorët e tjerë në Bashkinë Tiranë janë ndërruar, përveç zonjës Beqiri, e cila vazhdon të jetë në detyrë pavarësisht kritikave për mungesë transparence.